flas nga studio emisionit Opinion, që çdo të marrë mërkur në orën 22 dhe të njëjtën në orën 21. Ashtu si e njoftova dhe dje, është sot, po e quaj dita ose mbrëmja e prezantimit të programit ose të pikave kryesore të programit të Partisë Mundësia. Është i ftuar Agron Shej, kryetari i partisë. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Shej, i cili do shoqërohet nga Barbara Doda, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Erald Kapri, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Edhe si në formatin e dieshëm, përballë do të jenë dy përfaqësues të medias, Gerta Zajmi, kryeredaktore Albanian Post, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur, dhe Dedian Koka, gazetar Syri TV, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Do të jemi rreth 57-58 minuta në përfaqësimin kryesisht përmes 3 pikave, në prezantimin përmes 3 pikave kryesore, ndërkohë që në pjesën e dytë do të vijojmë me profilet e kandidatëve i ftuar i sotëm, ose profili i sotëm është Vullnet Sina, një kandidat një deputet i cili synon një mandat të tretë në qytetin e Vlorës, një ish emigrant në Itali që u kthye nga emigracioni me idenë për të ngritur një biznes të vogël që më pas e ktheu në një lloj, po e quaj zinxhiri supermarkete shtrirë në të gjithë Shqipërinë. Më pas ai u shvendos nga biznesi drejt politikës, duke qenë një prej shembujve që në fakt, sidomos pas viteve 2000 fillon të ishin të shumë në Shqipëri, ka 2 mandate si deputet, synon mandatin e tretë në listën e hapur të qytetit të Vlorës. Do merremi menjëherë në pjesën e dytë do të jetë Vullnet Sina, ndërkohë në pjesën e tretë do keni material shumë interesant. Rreth 100 e ca vjet më parë, po rreth 150 vjet më parë, një poet i famshëm, poet i kombëtar i Filipineve, i quajtur Francisco Balagtas, bëri një poem. Ai ishte i arrestuar në atë kohë, i arrestuar nga spanjollët sepse kërkonte lirinë e Filipineve. Poema quhej Florante dhe Laura. Në fakt, ajo që bën më shumë përshtypje është se titulli i vërtetë është Historia e Florantes dhe Laurës në mbretërinë e Shqipërisë. Sot, nëse një shqiptar shkon në Filipine, pothuajse të gjithë për arsye se është tekst shkollor bazik, e njohin Shqipërinë vetëm nga poema e famshme, por pak veta dinë se kur realisht është Shqipëria. Kjo poem, pra kjo që po e shihni mbas shpinës time, ma hoqe librin, është përkthyer në Shqip, ajo u promovuan praninë edhe të ambasadorit të Filipineve, rezident në Rom, që mbulon dhe Shqipërinë. Pra, Florante dhe Laura, një prej poezive, një prej poema më të famshme Filipinës e shkruar në mes të viteve 1800. Rikthehemi tashmë tek pjesa e përditshme. Shej, si po shkon fushata? Sondazhet tregojnë që po shkon mirë. Dhe kjo është në fakt jemi... Sondazhet në Shqipëri gjithmonë tregojnë mirë deri ditën e fundit, po ditën e votimit dalin gjithmonë ndryshe, në përgjithësi. Dakord, por më mirë se tregojnë mirë, sido që tjetë. Jo, më mirë se tregojnë mirë se keq, jam dakord. Po, më mirë se keq, kështu që... Por kjo sigurisht nuk do të thotë në fakt që ne ja dolëm edhe duhet të lumturohemi për këtë gjë, por është diçka për të cilën... Jo, po këtë kemi pas të eksperiencë, një si gëzoshin në sondazhe kemi pas dhe të tjerë, puna është ditën e votimit. Si duket fillingu yt në fushat, pjesia jote në fushat? Duhet të falenderoj gjitha qytetarë që i përgjigjen sondazheve dhe tregojnë që ka një mbështetje që po shtohet vazhdimisht që kur ka filluar fushata deri më sot, dhe na jep më shumë vetbesim, na inkurajon që të vazhdojmë të ngulim këmbë dhe tregojnë që me sa duket jemi në rrugën e duhur. Nga prekja e terrenit, si duket situata? Nga prekja e terrenit, ne këto sondazhe i prisim në fakt, sepse në terren, për fat të mirë, kemi një mbështetje, kemi kush ata që takojmë thonë sidomos të rinjt, ka patur një efekt shumë të madh, sinqerisht të rinjt, sidomos prezenca në rrjetet sociale, sidomos në TikTok, pavarësisht tentativës... E pashë jeni, po i quaj, më i pranishmi në rrjetet sociale, madje edhe në sponsorizimin e rrjeteve sociale... Sponsorizimi është vetëm në Facebook dhe në Instagram, kurse në TikTok nuk ka sponsorizim. Pa tjetër, po dhe këtu ju i dominonit. Pse keni zgjedhur këtë strategji? Cilën strategji? Të rrjeteve sociale? Strategji është një zgjedhje e domosdoshme, nëse duhet të veshte një elektorat i cili është më pak i vëmendshëm ndaj politikës, nëse do që të qash blokadën, nuk do të quaja blokadë, sepse ne kemi hapësira, po që sigurisht nuk kemi të njëjtat hapësira që kanë gjitha partitë e tjera, as në raport me mbështetjen që kemi. Kështu që është një mënyrë... Ky është debat i gjatë, sepse për shembull ju jeni pranishëm studio më shumë, po them unë se sa Rama, po marr studiot. Shiko, ajo është një vendim që Rama merr, sepse... Patjetër, por në fund fare, në raport me mundësinë e ke. Se doli dhe kjo fjala mundësi
që lidhet me ty. Pra nuk mund të ankoni për mundësi kohë televizive, për shembull. Nuk po i futem kësaj çështje, s'ka rëndësi. Atëherë, ideja është që rrjetet sociale janë një alternativë i mediave tradicionale, por që kryesisht konsumohen nga të rinjtë cilët nuk janë votues në shumicën e përqindje të madhe. Nuk është e thënë, të gjithë përdorin rrjetet sociale, ne i shikojmë. Pjesa më e madhe në raportet që marrim me rrjetet sociale që kemi ne janë nga 25 në 35. Kështu që nga 25 në 35 votojnë, por kemi dhe ndjekës nga 36 në 46, kështu që flasim me të gjithë. Ka një. Kush janë qarqet ku ju ndjeni më të fortë? Sigurisht Tirana është qarku ku kemi më shumë mbështetje, por një gjë është e sigurt, ne jemi qartësisht forca politike tretë në rang kombëtar, në Tiranë po, se me një diferencë shumë të madhe nga dy partitë e tjera të reja, por jemi partia tretë edhe në pothuajse në gjitha qarqet. Nëse kjo pritet verifikohet në zgjedhje, se për sa kohë... Po flas sipas sondazheve, pothuajse të gjitha sondazhet fotografojnë këtë situatë. Dakor, na nxjerrin forca e tretë në të gjithë Shqipërinë. Mendoj që ky është një fillim i mirë, nuk mund ta quajmë arritje, por është një fillim i mirë dhe na jep mundësinë që nëse partitë e reja do dalë një kandidat nga partitë e reja, partia e re që ka më shumë shanse që të nxjerrë atë kandidat, më fal, nëse do dalë një deputet nga partitë e reja, ka shumë gjasa që ai deputet jetë një nga kandidatët tanë. Shej, kush është dyshemeja dhe tavani i pritshmërive tuaja? Kë mendoni ju që mund të jetë i pritshmërive? Se nuk besoj se ju pretendoni të merrni 71 vende. Jo, nuk ka shanse. Unë i qëndroj fakteve. Po. Kupton, nuk më pëlqen të fluturoj. Po, ama bën një analizë. E vetmi parashikim që mund ta bësh në bazën e sondazheve. Kjo është e vetmja mënyrë. Po të shikoni sondazhet, nëse na nxjerrin me rreth 10%, sigurisht fatkeqësisht sistemi elektoral nuk na jep mundësinë që me 10% të marrim 10% të mandateve, po që mund të jetë një numër i përafshëm. Po kjo është në bazë të sondazheve. Numër përafshëm i bie me 10% kesh avërsisht 14-15 mandate. Jo, 14-15 do ishte 10% ose mbi 10% proporcionale. Kështu që sigurisht më pak se 14, se 10% që 120 është 14. Kështu që le themi... Varet nga qarku, se varet ku i ke votat. Mesatarisht. 10% me votimet e kaluara, pashtuar 250.000 veta diasporës, janë 180.000 vota. 1.8 milion kanë votuar. 180.000 vota janë mbi 15 mandate, kudo që ti marrësh. Janë më pak votues. Nejse. Si? Ky është një... Më pak se 1.8 milion, mos gaboj. 1.8 milion kanë votuar. Ne jemi të përqendruar në maksimizim. Por kemi edhe 250.000 të diasporës, që ne nuk e dim çfarë përqindje të votojnë. Po i gjë është e sigurt që mundësia për të votuar në këtë rast mund të shkojë deri tek 1.9, ndoshta edhe më shumë. Domethënë nga 1.7 në 1.9 deri në 2 milion. Tani ne jemi të përqendruar në maksimizimin e votave më shumë. Po më e ulta, këtë do quheni ju dështim për veten tuaj. Për forcën tuaj politike. Unë dështim do quaja dorëheqjen edhe dorëzimin. Kur dorëzohesh, dështon. Jo, me numra flas, në numrat e zgjedhjeve. Po të them, dështimin nuk bazohem në dështimin, nuk imagjinoj dështimin. Do të them, cili do ishte ai numër që ti kur mbyllesh ndarkë shtëpi do thoshe, kjo nuk ishte pritshmëria jonë. Ne jemi një parti politike. Por këto janë zgjedhjet e para. Po, ju keni deklaruar që çfarëdo rezultati që ketë ju do vazhdoni më tutje sepse keni një projekt dhe jo një forcë politike që është në zgjedhje. Tu jam shumë dakord dhe kjo është një risi sepse deri tani partitë e reja shkojnë në zgjedhje, dështojnë në zgjedhje dhe shkrihen mbas zgjedhjeve. Për ne qëllimi fillestar ka qenë të hymë, këto janë zgjedhjet e para, partia politike s'ka asnjë vit që shkriuar, më pak se një vit, dhe ne synojmë, ky ka qenë qëllimi fillestar, të hymë në parlament me një grup deputetësh. Se sa pastaj votat do të tregojnë. Me një grup deputetësh, nëse do të ndodhte, dhe nëse partitë e reja do kishin shifrat për afërta 2-3 prej partive, të gjitha bashkë kishin më shumë se sa 10 që deputetësh, mund të kondiciononin, mund të kushtëzonin qeverinë në Shqipëri. Për ne nuk ka asnjë rëndësi kjo, sepse nuk synojmë që të kushtëzojmë, ne nuk është qëllimi ynë të jemi kingmaker. Por nëse votat tuaja do jenë të nevojshme për njërën ose tjetrën forcë politike, pra t'jenë pika që do bëj bazhorancën. Këto mund t'jenë dhe 4 ose 5. Me këtë do bashkëpunonin dhe me kjo. Me asnjë. As me Partinë Demokratike? Me asnjë. Do të thënë, dhe nëse Partia Demokratike dhe votat tuaja mund të bënin një mazhorancë që rrëzonte Ramën, ju s'do ishit dakord?
Shiko, Fevzi, ka një problem. Jo, se ky është thelbi. Nëse ti thua tani do vi Partia Demokratike, do kërkoj votat e Partisë Jo, nuk Mundësia. thash do kërkoj. Thash që PS-ja dhe PD-ja mund të kenë votat për afta, mund të kenë dhe PS-ja më shumë se është parti më e madhe. Por të pamjaftueshme për 71. Votat tuaja e çonin te 71-shi. Do i bashkonit me njërin prej tyre? Ne nuk bashkojmë votat me asnjë. Do e çonit vendin prapë zgjedhje, domethënë. Por kjo është, nuk e di nëse kemi diskutuar të gjë, nuk ka shans që të vemi në zgjedhje, sepse nuk e vendosim ne sa do deputet që të kemi. Sepse ne e dim si funksionon në këtë vend, parti... Por ata mund të bënë me njëri tjetrin, unë po pyes nëse do e kërkoj ka më shumë gjasa të ndodhi. Mund të jemi realist, ne e dim çfarë do ndodhi datën 12 maj. Çfarë do ndodhi? Në 12 maj, nëse ndodh dhe uroj që të ndodhi në fakt që asnjë nga partitë politike mos të ketë shumicën, majorancën, do filloj pazari, si është bërë gjithmonë. Do filloj pazari ose me partitë politike, ose me deputet të këtyre partive politike. Nuk e bën dot, sepse... Po nëse nuk ka rëndësi, ka ndodhur dhe do ndodh. Aq më tepër që tani... Por nëse Partia Socialiste, se ju referoni sondazhet. Sondazhet e nxjerrin Partinë Socialiste me distancë shumë të madhe, duket sikur s'ka garë elektorale. Nëse Partia Socialiste fiton, ju çfarë do bëni? Opozit. Do të jeni pjesë e opozitës në parlament. Ne do jemi opozit. Nuk do bashkoheni me opozitën tjetër. Do keni opozitë ndryshme. Unë vetëm këtu kam dëgjuar të që opozita, çfarë thotë bashkohesh me opozitën? Raportojnë aksionet politike sa herë. Unë isha i bashkuar me opozitën, secili bën opozitën e vet, dhe opozita është moral. Opozitë. Çfarë ide ka? Secili pastaj Koka. Po shiko, pyetja ime është kjo. Zoti shehu, keni ndarë mendjen nëse vendi ka nevojë për rotacion apo për ndryshim? Dhe ju për cilin jeni nga këto dyja, sepse në një nga deklaratat tuaja që u bë virale, po shpesh herë thonë që është e keq kuptuar, ju keni thënë që po të isha për rotacion, unë rrija ke Partia Demokratike. Dhe pse edhe i logjike bie pse nuk janë për rotacion, po janë për ndryshim. Kjo të cilës i referohesh ti, kjo nuk është një deklarat, kjo është një prerje e bërë, një prerje banale e bërë, nga një fjalim që unë kam thënë, nga diçka që kam thënë, u kanë marrë 3 sekonda edhe i kam prerë, kanë të djeni që thash, është meramër, banale. Është banale si ka ndodhur rëndom në 35 vjetë. Qa kam thënë unë, shumë e thjeshtë, për të kuptuar. Dhe njerëz nuk janë aq budallënj sa shmendojnë ata që bëjnë prerjet, dakord? Unë kam thënë që ne nuk jemi vetëm për rotacion, por ne duam rotacion dhe ndryshim. Por ajo vetëm, kupton? Po, bën diferencë. Është hequr vetëm. Dakor? Po kjo bën diferencë. Tani, të lutem, unë kam treguar me fakte dhe i ftoj të gjithë i bazojnë fakte, prandaj nuk ngjit prerja. Sepse njerëzit dinë betejat që unë kam bërë në parlament, kundër Edi Ramës, ndër vite, dhe nuk ngjit asgjë nga këto shpifjet. Kështu që të falenderoj që ma bëre pyetjen. Po, tani pse ta bëre pyetjen? Sepse në fakt, ajo që sapo i the zoti Fevziu, që unë në çdo rast nuk do bashkohem me asnjë forcë politike. Nuk do bashkoj votat me asnjë forcë politike. Nuk do bashkohem, unë e përjashtoj që ti të bashkohesh me Ramën. Por ti sapo the që e përjashtoj të bashkohesh dhe me Partinë Demokratike. Që duam s'duam neve, duke referuar dhe sondazheve që sapo përmendet ti, nxjerrin si forcën kryesore opozitës të momentit. Që thotë, në një rast të ideal, kjo forcë politike mund të ketë nevojë për pak vota për të bërë qeverinë e radhës. Dhe ju sapo thatë këtu, që unë nuk kam ndërmendje e votat as Partisë Demokratike, që do të thotë, praktikisht ju konfirmoni atë edhe pjesën e prerë, kur praktikisht një nënë kuptoj që për ju nuk është rëndësishme rotacioni. Kjo është një lexim. Ta shpjegoj shumë mirë. Falë, cila është e pavërtetë kjo gjë tash? Cila është e pavërtetë kjo gjë tash? A tha që nuk i bashkë votën Partinë Demokratike do kërkoj votat e Partisë Mundësia? Do vi Partia Demokratike kërkoj. Po nëse ti kërkon, ju çfarë do bëni? Po jo, ti mendon se do vi. Po unë besoj që po. Unë besoj që po. Sepse unë besoj që është e njëjta Partia Demokratike, lideri i cilës ju ka kërkuar që edhe me partinë tuaj të krijoni koalicion dhe nuk keni pranuar, apo jo? Por sepse ne nuk jemi të gatshëm të bëjmë koalicione me çdo kusht. Sepse ne kemi një parim e kemi disa qëndrime. Kushti kryesor mendoj unë dhe shumë njerëz që është rotacioni. Ju, pyetja ime është thjesht, jeni apo s'jeni për rotacionin? Sqarojeni paktën ta kemi sinkron në pranë dhe mos thoni pastaj që na e pren. Tani që ta dish. Unë nuk besoj se Partia Demokratike do vi të kërkoj votat tona. Sepse ne kemi bërë një premtim qytetarëve shqiptar, atyre që na votojnë. Ne kemi thënë që votat e Partisë Mundësia nuk kanë për të shkuar kur kundër drejtësisë dhe kundër spakut. Kurse Partia Demokratike, dhe jo vetëm Partia Demokratike... Që është sofizm. Jo, s'është sofizm, jo, është sofizm. Ju e keni gabim. Sepse, për shembull, e di kush është kundër argument, ju mund thoni që ne shkojmë ke Partia Demokratike, nëse Partia Demokratike heq dorë nga sulmi nga drejtësia. Dhe Partia Demokratike thot po. Shiko, Partia Demokratike, unë mendoj që Partia Demokratike...
Partia Demokratike. Jo, e sigurt partinë tate se atë që di nga brenda Po ti po thua, ju për siguri që se Po tani këtu Po, e sekond, ka rrezu 3 herë vetëm me ka dhënë. Edhe jam edhe Stian edhe jam është edhe do shkrihet spaku tani. nuk do shpjegoj, Do ndalohet dëshmëria e komisionit. Para 2 shpjegon ditësh, pse ngatron më shumë. para 2 ditësh, kryetari i Partisë Demokratike në të drejtën e tij, sepse është i akuzuar nga spaku, në të drejtën e tij është më se legjitime, ka thënë që spaku është një instrument i Edi Ramës, në duart e Edi Ramës, që pareston gjithë liderat. e vërtet është. Çështja është si mundet dikush që fiton zgjedhjet e ardhshme, që të kemi ne dhe të ketë të njëjtin qëndrim që kemi ne, që ne themi ne duhet të votojmë në mbështetje, duhet ta mbështesim spakun. Si quhet politik. Kjo na dallon, quhet politik. Dhe politik, jemi për të ka një qëndrim dhe ka tjetër një qëndrim. Të gënjejmë njerëzit thua ti, do thotë që nuk e ka seriozisht opozitën. Ai ka qëndrimin e vet që ky instrument duhet reformuar. Ti mendon që ky është instrument perfekt, por ti ama duhet të shkosh dhe duhet të lesh një mundësi, nëse vërtet je për rotacionin, që thuash po, nëse unë duan votat e mia, unë do kushtozoj që votat e mia vinë dhe bëjnë rotacionin vetëm nëse nuk përjetet institucioni drejtësisë. Ti nuk e thua. Dhe prandaj ajo që ke thënë dhe që thua shpreh në fakt është e vërtetë, që mënyra se si veproni dhe mënyra si artikuloni më shumë duket sikur doni të mbani ra në pushtet se sa doni të bëni rotacionin, që për mua është jetik. Edhe për ndryshimin që thua. Janë spekulimi politike të cilave ju ka ikur koha, janë lojra politike 34 vjeçare. Lojra politike janë ato që thoni ju, që ne jemi vetëm gazeta, sot ka media, ka rrjetet sociale, shikojnë, edhe videon që prisni ju, edhe videon e plot. Ju kush? Shej, atë të bëj një llogari shej. Po i them sondazheve që ju referoni edhe pse kam shumë brejtje. Nëse po mbron e ke prerë. Jo, unë nuk po mbroj, unë mbroj një. Shej, nëse i kthehemi sondazheve, unë kam brejtjet e mia, po i marr të mirë qenë sondazhet. Sondazhet të gjitha bashkë, këdo që të prekësh, tregojnë që vota anti-Ram, pra vota e partive politike që deklarohen për largimin e Edi Ramës nga pushteti, shkon rreth 51-52% me sondazhet e sotme. Dhe vota pro-Ramës, ku po të fus dhe ato parti që janë kundër Ramës, po që si ideologjikisht janë pranë të majtës, pra si Lëvizja Bashk apo dhe Partia Socialdemokrate, që po i fus në krahun e majt, edhe pse si Lëvizja Bashk deklarohet kundër Ramës, janë më shumë njerëzit që duan që Rama të largohet, se sa ata që votojnë për qëndrimin e tij. Ama Rama qëndron pushtet sepse është parti më e madhe dhe është i fragmentuar elektorati i opozitë. Do të thënë që është kundër tij, se s'po themi opozitës. Tani, në qoftë se këto do të përkthehen në mandate në parlament sipas sondazheve, dhe më shumë se sa gjysma e deputetëve, pra do jenë për të larguar Ramën, por që nuk bëhen të gjithë bashkë, a është e padrejtë kjo? E padrejtë që Rama të mbetet prapë pushtet. Kur më shumë se gjysma e shqiptarëve votojnë kundër ti. Kjo është logjika që sepse ti del për të larguar Ramën, Lapa i del për të larguar Ramën, Berisha del për të larguar Ramën, partitë e tjera janë koalicion me të, nuk e di kush janë edhe Basha ka thënë do largoj Ramën. Kështu që në qoftë se këto kthehen mandate dhe ai ka më pak se 50% mbështetjes shqiptarëve, po qëndron pushtet si pasojë edhe fragmentimit tuaj, është kjo diçka që shkon? Ti do thuash nga ana ligjore është në rregull. Po. Tani ti arsyeton në një mënyrë si është arsyetuar në këto 12 vjet. Dakor? Dhe nuk kupton që nëse votuesit e Partisë Mundësia nuk do votonin për Partinë Mundësia, do votonin për partitë e tjera. Dakor? Dhe për partitë... Ti nuk e di, se ti mund kesh elektorat gri që mund mos shkonte fare të votonte, ti mund kesh... Kështu që ajo që po kërkoj të them është, Partia Mundësia është një projekt politik afatgjat. Ne duam të përfaqësojmë ata që janë ndjerë të pa përfaqësuar. Dakor? Kjo është. Dhe kush nuk është ndjer i përfaqësuar nga Partia Demokratike, nuk është se nëse unë bëhem Mundësia apo çdo parti tjetër, nëse nuk i përfaqëson, thjesht nuk do vente Partia Demokratike, shumë e thjesht. Janë njerëz, më falni një sekond. Janë qytetarë shqiptar të cilëve u ka ardhur në majtë undës dhe nuk duan më lojra politike, e kanë kuptuar, të paktën ata që unë mendoj se zgjedhin Partinë Mundësia, e kanë ndarë mendjen, e kanë kuptuar që me lojra politike të llojit, jo po i bashkojmë, jo po s'ka rëndësi, më falni një sekond për inat. Jo bashkim vetëm për të bërë, bashkim për të rrëzuar një mazhorancë që Rama nuk e ka mbështetur vota. Kjo rrugë nuk ka funksionuar në 12 vjet, ka qenë një rrugë pa krye.
dakor, duke u sjellë në këtë mënyrë, Edi Rama vazhdon të jetë aty. Ne kemi vendosur të krijojmë një projekt politik afatgjatë të ri. Duan të përfaqësojmë të gjithë ata që nuk dihen të përfaqësuar. Ata që nuk kanë zgjedhur. Po në këtë projekt të ri, nëse ju rrëzoni Ramën dhe jeni garant i 71%-shit, jeni shumë të fuqishëm projektin tuaj se sa duke ndejtur në një Ramë të plot fuqishëm. Dgjoj, unë kam hyrë në politikë për të rrëzuar politikanët e korruptuar. Dhe Edi Rama është padyshim, by far, politikani më i korruptuar që ka parë ndonjëherë Shqipëria. Dhe jam njeriu më i lumtur në botë nëse mund të jap kontributin tim për të zgjuar Edi Ramën, dhe do jap kontributin tim, e kam dhënë kur kam bërë opozitën, kam qenë në parlament, mos më bëj tani të përsëris gjitha betejat që kam bërë në parlament, dhe do ta bëj në mënyrë akoma më të vendosur me një grup parlamentar në parlamentin e ardhshëm. Kështu që, por e thash edhe një herë, rruga e vjetër, o burra bëhemi të gjithë bashkë, për inata ati të heqim atë, nuk ka funksionuar. A është kjo një përçarje e PD-s që mund të synonte të konkuronte me largimin tuaj? Bires Berisha ju akuzoi që i keni marrë dhe edhe listat e antarëve të Partisë Demokratike. Është një akuzë qeshtarake. Pse? Sepse vërteta është totalisht ndryshe. Listën e partisë, atë listën, databazën për të cilën flet, atë databazë ja kam dhënë unë Partisë Demokratike. Jo Partisë Demokratike, një sekond. Jo Partisë Demokratike, po e kam dhënë rreth themelimit, sepse Partia Demokratike ndërkohë e kishte vjedhur Basha, Vulën, Selin, të dhënat, antarësin, dhe këta nuk ishin asnjë gjë. Nuk dinin kush ishin antarët, nuk dinin kush ishin mbështetësit, nuk ishin numrat e telefonit, nuk ishin asnjë gjë. Unë, ndërkohë në 8 vjet aktivitet, kisha krijuar kisha mbledhur informacionin se kështu punoj, kjo është puna ime, unë punoj me informacionin, me databaza, dhe kisha në farë mënyrë, kisha bërë një listë me gjithë mbështetësit e Partisë Demokratike. E kështë bërë ju vetë, apo ja kështë huazuar vetë PD-s? Ti e di shumë mirë, ne në këtë studio kemi qenë, sa herë ke thënë ti, që gara në 2021 ishte pa drejtë, sepse... Zdije kush ishin listë. Jo, pse? Sepse mua nuk më kështë dhe listën. Kështu që e kupton unë informacionit... Po s'ta dhanë ty si dhe PD-s? Por jo, unë nuk i dhash listën që s'më dhanë. Unë i dhash informacionit që kisha. Tani për shumë veta që nuk dinë se si bëhen, si kryojnë këto lista, në përmjet rrjeteve sociale, në përmjet kontakteve, në përmjet telefonatave, në përmjet mesazheve, thot si e pas ka bërë ky, po kështu bëhet politika moderne. Dhe ju ja dhat... Dhe unë ja kam dhënë. Berishës do. Dakor, unë ja kam dhënë dhe sfidoj këdo të provoj të kundërtën. Isha duke kërkuar, i thash bashkëpunëtorëve të mi të gjenin emailin, se nuk e di nëse ja kemi dhënë me email apo ja kemi dhënë fizikisht. Dhe po kërkojnë emailin, dhe nëse del emaili, në përmjet të cilit i kemi dhënë informacionet, pastaj duhet të dalin e thonë dhe ta përmirësojnë çfarë kanë thënë. Atëherë, unë do kthehem pak, do kaloj nga kjo dinamika e dy partive, dua të futem pak tek programi. Lexova programin tuaj tërësisht të plot dhe duke thënë një herë dua të futem në linjat e para që janë vërejtjet e mia të para dhe pastaj të futem në pyetjen konkrete. E përgjithshmja është që ai është një program i cili thot në të shumtën e rasteve gjëra që ekzistojnë, domethënë në 3/4 të argumentave janë argumenta që ekzistojnë aktualisht. Në një pjesë të atyre të cilat janë argumentat të reja dhe bashkohen me ato që janë dhe të vjetra, thuhet se çfarë do bëjmë, por nuk thuhet asnjëherë alternativa dhe mënyra dhe si do arrihet që të bëhet kjo gjë. Do me thonë mungon mënyra të zbërthimi i bërjes asaj gjës. Në disa raste gjej një kontradikt të dukshme, për shembull në një moment të caktuar jeni kundër PPP-ve në lidhje me tenderat publike dhe nga ana tjetër doni privatizimin e disa sektorëve të shëndetësisë, do me thonë shëndetësia publike të bashkëpunojë me sektorin privat për të lidhur. Pra, ke realizuar në një program tjetër se nuk e them. Jo. Vetëm mund të ndodhi. Po jo, nuk ka ndodhur. Agron, po sepse nuk kemi folur për privatizim. Nuk kemi folur për fjala privatizim, do të thotë. Jo privatizim, juve thatë tek shëndetësia publike bashkëpunim me sektorin privat. Pra, tek PPE-ja me tenderat jeni kundër privatit dhe publikes, dhe tek shëndetësia jeni për një bashkëpunim të privatit dhe të publikes.
Do me thënë, ka një kontradikt në konceptin e futjes së privatit në fushat caktuara. Vjedhja është një gjë, bashkëpunimi është gjë tjetër. Në program nuk quhet vjedhja. Në program quhet do ndalojmë PPP-t korruptive. Ato që janë nuk quhet vjedhje. Dhe si, më fal një minutë, kush je ti dhe si e gjenti që është korruptive? Pra është ligji që e vepron. Dhe është hetuesi prokurori dhe gjykata që vendosë korruptive. Ministra në burg. Megjithatë, gjëja ime që vërtetova është që aty juve thoni, nuk thoni vjedhje, por në një farë mënyre në argumentat të caktuara jeni kundër bashkëpunimit me privatin, në argumentat të caktuara jeni në bashkëpunim me privatin. Kto ishin në linja të përgjithshme, pra 3/4 e argumentave që përmenden në program, 3/4 Shiko, vetëm të lutem, nëse me një praste konkrete dhe mund të rizatojmë, nëse do flasësh dhe do japësh gjykim, pa bërë asnjë pyetje, do japësh një gjykim, do thuash që ky është mendimi yt për programin tonë, është tjetër gjë. Unë thash, do jap një gjykim të përgjithshëm të programit që lexova dhe që lexova, dhe tani po futem tek shembulli konkret që po them. Dhe shembulli konkret ka të bëjë me të ardhurat, janë 2 pika nga të cilat ju nxirrni të ardhurat. Pika e parë është taksa e sheshtë dhe pika e dytë është shkurtimi i administratës publike. Tek taksa e sheshtë juve thoni që do shkojmë te 8%. Diskutimi midis taksës së sheshtë dhe taksës progresive është një diskutim i vjetër midis të vjetrës dhe midis të djathtës dhe të majtës. Të djathtët në përgjithësi gjithmonë kanë imponuar në një farë mënyrë në diskurs të taksën e sheshtë, duke thënë arsyetimin që nëpërmjet taksës së sheshtë hiqet evazioni fiskal, mblidhet më shumë taks e gjitha me radhë. Kurse në përgjithësi e majta ose qendra e majt kanë mbrojtur le të themi taksën progresive. Italia nga vjen ti e ka dhe në kushtetut, kështu që taksa progresive është për faktin se nga ana politike justifikohet me faktin që është e drejtë që ai që fiton më tepër të paguajë. Pyetja ime tash në këtë lidhje me taksën është në Shqipëri. Ne në Shqipëri kemi gati 57% të punonjësve që paguajnë 0 taks. Kemi gati 36% të punonjësve që paguajnë 4.9 deri në 10% të taksave. Pra, totali këtyre bën 93%. Kemi vetëm një 7% e cila paguan mbi 10%. Juve thoni do bëjmë 8%. Jeni vërtet të bindur që ne duke pasur një 93% të punonjësve të cilët paguajnë deri në 10%, pra nga 0 deri në 10% dhe vetëm një 7% që paguan mbi 10%, juve me 8% që ndo arrini të keni këto fitime që t'i siguroni buxhetit shtetit të ardhurat të tilla që të siguroj, të mbuloj pensionet, mësuesët, mjekët, të gjitha ato që premtoni për të rritur rrogat, nga tatim fitimi? Për të rritur rrogat. E dini sa janë? Ato duhet ma thuani juve, sepse juve në program nuk keni vënë asnjë lloj instrumenti. Pra, juve në të gjitha pikat e programit thoni se çfarë do bëni, pa thënë se kush janë. Gjëja tjetër është ajo që do merret në ardhurat. Një nga një, lutem, një nga një. Shkurtimi të administratës publike është rëndësishme. Atëherë, kjo që ju po thoni nuk është fare vërtet dhe ngjan shumë, keq më vjen ta them, po faktet, ngjan shumë me versionin e Edi Ramës kur vendosi taksën progresive, që tha, jo, po vetëm për 98% se tjerët da kenë më të ullët. Janë shumë, po unë, fakt, kjo është fakt. Nuk e di, me sa duket, nuk e një që ne vëmëndshë nga kjo anë. Atëherë, të ta shpjegoj. Taksat që vinë nga tatim fitimi, janë rreth 1.6 miliard euro. 1.6 miliard euro. Dhe të vendosë në vit, po. Cili, vit në fundit, apo mesatari e vitit? Viti fundit. Mesatarisht kjo është bera, po viti fundit, asë viti fundit. 1.6 miliard euro. Dhe ta bësh taksën, të bësh taksën e shesh 8%, praktikisht kjo do shkaktoj një mangësi në arkat e shtetit për 600 milion euro. 600 milion euro. Por, koha ka treguar që taksa e shesh dhe taksa e ullët ka zgjeruar bazën, e ka bërë Partia Demokratike kur ka vajtur në pushtet. Dhe ka shumë mundësi që të pak aty rekuperojnë të paktën midis 200 dhe 300 milion euro. Dhe që kështu që ajo që do mbasim dhe që do mbetet në xhepat e qytetarëve, mos harojmë, nuk do zhduket, po do mbetet qytetarëve në xhepat e tyre, do jetë nga 300, le të themi hajde 400 milion euro në vit. Por ne paralelisht dhe ndryshe nga të gjithë të tjerët, përveç të parashikojmë uljen e taksave si një nga mënyrat më të mirë për të rritur ekonominë, ne kemi parashikuar dhe që të kursejmë parat e qytetarëve shqiptar, duke luftuar shpërdorimin e parave publike,
duke luftuar korupcionin dhe duke kursyer parat e tyre, sepse janë para të qytetarëve shqiptarë. Atëherë, Dhe kursimi do jetë rreth 1 miliard euro. Këtë ne nuk e dim, a do jetë kështu apo jo? Tani unë po të them. Pika më konkrete është ajo administratës publike, se luftojmë korrupsionin. Cila pikë, lutem më citoj, ke programin aty? Pika, po e kam dhe në telefon. Është shkurtimi i administratës publike. Nëpërmjet shkurtimit të administratës publike ju thoni që do fitojmë 1 miliard. Po më se hapim. Ashtu, më cito pikën. Po s'është problem fare. Si do fitojmë 1 miliard? Si do fitojt 1 miliard, dëgjoj, kam bërë disa shembuj, si shembuj, dakord, kam folur për ujësjellsin. Ujësjellsi i Tiranës kushton 40 milion euro në vit. 40 milion euro në vit. I kushton shteti. Shkurtimi i kostove të administratës duke kushtuar 1 miliard euro në vit. Pse? Një sekond. Si? Dhe njerë lexoj të lutem pikën? Se kam programin këtu. Shkurtimi i kostove të administratës duke kushtuar 1 miliard euro në vit. Pyetja ime është, një sekond ta mbaroj. Duke shkurtuar administratën publike, ku do shkojnë këta njerëz? Nuk është shkurtim, ku do punojnë këta njerëz? Lexoj mirë. Çfarë do ndodhi me këta njerëz? Lexoj mirë. Shkurtimi i administratës publike. Lexoj edhe një herë. Nuk largohemi nga puna, vetëm parazitët. Tani, një sekond. Administrata publike është trefishja e asaj që ka qenë. Tani të jap një shembull, Pavarësisht ku do të çojë këta njerëz. Të jap një shembull, Ofevzi, të jap një shembull. Ujësjellsi, ata shkojnë sektor privat, Por nuk e di se si fitojnë parat, flet për parat e qytetarëve shqiptarë si kur janë thërime, se nuk e din. Tani, ujësjellsi i Tiranës kushton 40 milion euro në vit, dhe kosto e është rritur vazhdimisht. Dakord, ujësjellsi i Tiranës ka zyrat më moderne që ka në Shqipëri, as Vodafoni nuk e ka që moderne. Ndërkohë dhe Vodafoni shet ka dyqane sepse bën shitje, kurse ujësjellsi nuk shet asgjë. Ujësjellsi të gjitha kompanit i shkurtojnë zyrat e shërbimit të klientëve, se tani mund të bëhet gjithçka në distancë, nëpërmjet aplikacioneve, nëpërmjet akseseve online, pagesat mund të bëhen në shumë mënyra, nuk e nevojë të vesh te sporteli për të bërë pagesat si një njerëz me librezën, kurse këta çka kanë bërë? Këta kanë bërë të kundërtën. Da kanë krijuar rreth 20 pika të shërbimit të klientit, ndërkohë që gjithë bota e shkurton. Dhe këto kushtojnë miliona euro. Kështu i shpërdorojnë parat. Dhe kur unë fola për këtë gjë, dhe po të marrë vetëm një shembull, po shembull i të tillë ka pa fund, kur unë fola për këtë gjë, dikush më shkruajti nga ujësjellsi në rrjetet sociale më tha, agron shqyr që doli njëri të fliste për këtë gjë, sepse unë këtu në zyrën time, dakord, në 10 veta që paguen që marrin rrogën ujësjellës, unë 2 prej tyre nuk i kam parë kur. Nuk di kush janë, më fal një sekond. Ky është fenomen, po ne na ka dalë në përzgjedhjet e tjera. Kompani që paguajnë njerëz që janë emigrantë në Itali, sa ata i paguajnë për efekt të ky korrupsion. Unë për këtë po flas. Kjo pastaj ndjek drejtësia dhe këtu s'po flasim për drejtësi. Kjo shkel ligji. Këtu s'po flasim për drejtësi. Unë thjesht po të them, unë po të them që se më pyete si do kursehen në 8.2 miliard euro 1 miliard. Do kursehen pikërisht duke luftuar shpërdorimin e parave publike. Më fal një sekond, Ofevzi tani. Parat publike po kursen që të shkosh nga ky stil shpenzimi, nga kjo administrat, në një administrat tjetër nuk të mjafton një mandati të. Jo, se kanë provuar shumë shtete. Po se kanë bërë shumë shtete, po do kërkon shumë të tepër. Ore, kur janë me 10 ramira që e parave publike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po patjetër. Kur dhe atje mendojnë se mund t'i kursejnë parave amerikane. Imagjino se çfarë mund të bëhet në Shqipëri. Ktu ka njerëz që marrin 2 rroga. Jo ça 2. Mazniku doli që merrte 12 rroga, sa ishin? 10-12 të kompjutohet. Po, kishte post, kishte në 10 borde. Po kupton? Po të nxjerrësh listën, listën e pagave, ka dalë lista e pagave. Po është skandal. Është skandal. Ujësjellsi është vetëm një rast. Thua se na i sjellin me shishe ujin në pëshpira. Dakord? Dhe si ky rast kanë folur për RTS-n. E njëjta gjë u skandalizuan, tha do ta mbylli. Unë s'kisha thënë kur ndonjëherë ta mbyllja. Në fakt thash thjesht ujësjellsit të sjell unë ty një shembull tjetër që ti kesh nga mend e kokës, do të marr 1 minutë. Cile? Që shumë prej zonave të Bregdetit në verë nuk kanë ujë. Po. E blen ujin me bote. Ujë me bote derdhet në depo në ujësjellsit dhe ujësjellsi ta faturon ujin që e ke bler një herë, sikur e ke harxuar nga ujësjellsi. Po. Dhe kjo nuk është një çudi, kjo është çmenduri. Domethënë ti e ble ujin, po s'ke depozit në atë apartamentin tënd, se është apartamenti i vogël, e hedh depozitën e përgjithshme. Depozitën e përgjithshme, ujësjellsi thotë e ke kaluar në sahat, ta faturon. Pra ti e paguan një herë 5 fish të ujësjellsit sepse uji me botë kushton, dhe pastaj ti merr lekët nga xhepi i ujësjellsit pa të bërë asnjë shërbim. Kjo është
vjedhje tipike, por ama ligjërisht është në rregull dhe çfarë po themi ne? Ne këtë po themi. Do ta dish, kjo është vjedhje mirëfill. Kjo është abuzimi pas. Kjo është çështje e këndvështrimit. Abuzimi pas, ne këtë po themi. Jo, nuk është çështje e këndvështrimit, është kënd edhe praktike. Do me thëmë, për të arritur për të shkurtuar, ti je përballë një fenomeni që nuk e bën dot, si shta Blendi me një mandat. Se bën dot, çka thotë, se thot Blendi bëhet kollaj. Kemi eksperiencë botërore, s'është kollaj. Që do dalin pa punë, je përballë faktit që në një farë mënyrë krijon dhe një depresion social dhe në një farë mënyrë ti dënon edhe ato njerëz që i nxjerr nga puna në atë lloj forme. Shtetet e Bashkuara të Amerikës po i bëjnë na bën përshtypje që jemi të vjedhur. E ke fjalën për militantët e Partisë Socialiste, jo, nuk flas për militantët e Partisë Socialiste, flas për njerëz të tjerë. Agron, ti nuk mund të thosh vetëm se firma punojnë nuk kam se shqetësohen. Zonjë, ka me dhjetra mira njerëz që marrin rrogën kot. Marrin rrogën për shkak se janë shërbim në parti. Depresioni social. Në këtë ambient, depresion social është nëse në 12 vite nuk ke parë refushimin e administratës. Ky është militant dhe ky është militant. Se këtu pak a shumë të gjithë njerëzit kanë një përfshirje emotive të caktuar me një lloj politike, me të djathtë, me të majt, me LSI-n. Pra është një vend i politikuar. Elon Musk, çka po të thonë. Elon logjike dhe këtu shkon të gjithë në shtet. Ai gjeti gjëma në dërgoi një email. Ai është egzageruar, kuptohet. Militant i Partisë Socialiste. Komplet e kundërta. Jo, nuk është e Po kundërta. Elon Musk ka mënyra, mos u shqetëso. Mos u shqetëso sepse dhe pyetja ime është, pse nuk mendon për pasojën? Një sekond. Ta zëvendësosh nga pasoja. Vetëm të mbyll vetëm këtë, unë e kuptoj shqetësimin, është e kuptoj shqetësimin, po të garantoj që ka mënyra, po marr vetëm një shembull, Elon Musk në Amerikë, ai është i tepruar, nuk është për tu marrë si shembull, po thjesht çka ka ndodhur, i ka dërguar një email të gjithë punësve amerikanë, i tha, më shkruaj se çfarë ke bërë javën e fundit. Job description. Jo, më thuaj çka ke bërë, jo. Çfarë ke bërë javën e fundit? Agron, ajo që bëri Masku ishte jo ligjore. Një sekond. Po ishte një metodë me cilën kompanitë private matin unë të garantoj që sot efikasitetin e punonjësve të tyre. Unë të garantoj që sot të marrësh paratë publike pa punuar në shtet është vjedhje. Dhe unë të garantoj që shumë... A ma është një stil që nuk ka vetëm Shqipëri. Po, në rrasin për Shqipërin, tani, këtë shqetësojmë për Shqipërin, këtu është exageruar, mjafton të marrësh, vendi me numër më të madh në Europë. Ato lidhjet e telefonit, se me cilën antenë janë lidhur, dhe do zbulosh se si janë me mira, mos të me dhjetra mira, militantët e Partisë Socialiste, që nuk shkojnë kur në punë. Mjafton të shikosh, është kapur telefoni, apo është lidhur, apo po e marrë si shembull. Nuk po them që nëse ti do... Kjo është... Luftë shpërdorimit ma është shpërdorim. Mënyra ka pa fund. Çështja është këtu, ne duhet ta ndajmë. Dhe ne kjo na dallon nga të gjithë të tjerët. Ne jemi të vetmit që themi, do ulin taksat, do ulin dhe shpenzimet. Të gjithë të tjerët thonë, ku do t'i çojmë parat, sikur parat bien nga qielli. Vi një ditë vinë ata dhe i printojnë ata paratë dhe i shpërndajnë. Ca për ty, ca për ty, ca për ty. Dakord? Dhe nuk thonë ku do t'i marrin këto para. Te kujt do t'ja marrin këto para? Te dikujt do t'ja marrësh. Ne jemi të vetmit që jemi koherent. Pastaj do vendosin qytetarët. Është gjë e dur, s'është gjë e dur. Ne jemi të vetmit që themi, ne do ulin taksat dhe për të financuar uljen e taksave, do kursejnë parat të qytetarëve shqiptar. Dhe unë të garantoj për një gjë. Do kursejnë 1 miliard euro ditën që shqiptarë do na besojnë votën e tyre, dhe ne do kemi mundësi të qeverisim këtë vend, dhe nuk do dallojnë fare në cilësinë e shërbimit që do marrin, përkundrazi. Dhe një gjë do ta them, ne po flasim për parazitët që marrin parat, që vjedhin parat e qytetarëve shqiptarë. Ata serat parazit janë hajdut, se shkojnë punë marrin rrogën, është vjedhje. Jo vetëm që nuk do zvoglohet numri, po do rriten mësuesët, infermierët, të gjithë ata që punojnë... Policia. Të gjithë ata që punojnë... Ati ke policët më pak se çdo vend i Ballkanit. Kështu që ne po flasim për parazitët që vjedhin, se është vjedhje. Të punosh për Partinë Socialiste, më fal një sekond. Nuk mund të punosh për administratën publike duke hequr njerëz. Të punosh për Partinë Socialiste dhe të paguhesh me parat e qytetarëve është krim. Tani, edhe më keq që jeni kundërshtoni këtë gjë. Tani kjo ke pjesa ujësillësit. Sigurisht që unë jam dakord për kursimin, po unë mendoj që më shumë se sa shqetësimi për kursimin tek ujësillësi i Tiranës. Është një shembull, ëh? Mos ndaloni te, po ma një shembull. Është shembull shumë i rëndësishëm. Ky është vetëm i Tiranës, se pastaj ke gjithë Shqipërisë. Po flasim për institucion që furnizon me lëndën jetike gati 1 milion qytetar. Po problemi këtu nuk është abuzimi ke rrogat në ndër. Problemi këtu është ke cilësia e ujit. Problemi dhe unë këtu nuk pash një zgjidhje, sepse nëse ka një problem në Tirana, nuk është furnizim me ujë për mendimin tim. Nuk është furnizim me ujë, thua? Është fakti që uji nuk pihet.
që uji nuk përdoret po dush as për gjellë, Oblet, po lekët I qojmë për rroga fiktive, pra nuk I qojmë lekët I investojmë për cilin e ujit. Ka që thjeshtë. Thua ti që në këto kushte, në kushtet barabarta, ku uji përdoret vetëm për tular, sikur për atë uji të paguajmë gjysmë. Jo, po se po thua, unë po të them, është uji nuk bën, jemi dakord që uji nuk bën. Po sikur që për atë uji që nuk bën. Unë jam I gatshëm të paguaj për ujin edhe më shtrenjtë se 40 milionë euro, si qytetar, por me kushtin që ti më ofrosh një mekanizëm që më garanton që ai ujë që vjen nga rubineta pihet më zoti. Nuk të bën dëm. Sepse kush është kundra kësaj? Unë çdo 3 ditë blej 4500 lek ujë për ta pirë shtëpi. I blen gjitha oblet, I blen gjithë. Po kush është kundra kësaj? Se folën për ujin, kush është kundra kësaj? Folën për ujin. 30-40.000 lek unë I paguaj vetëm ujë për të pirë. Po nga që kemi paguaj edhe 30.000 lek faturën ujit, pra më shkoj 60.000 nga lek. që kemi 34 vjet. Tim kurseve më 30.000 lek, po nuk më flet se do të kursesh 60.000 lek. Nga që kemi 34 vjet që dëgjojmë ujë drita 24 orë, ujë të pishëm 24 orë, atëherë kjo gjë është pak e pabesueshme. Se kam me ty, po them thjesht, është fakt. Nga që gjithë flasim edhe menduam që kjo është një gjë që e thonë të gjithë. Unë jam dakord me kursimin, dhe tham të kursejmë por më shumë se sa me kursimin, ajo që më shqetëson mua dhe që do duhet flitet më shumë është cilësia e shërbimeve. Pra cilësia e ujit që marrim, cilësia e energjisë na jepet, cilësia e shërbimeve në institucione shtetërore, në shëndetësi, në polici, në hipoteka, në gjitha institucionet shtetërore. Nuk mund të kesh cilësi në shërbim nëse ti parati të çon për rroga fiktive të militantesh më. Se ato para mund të investohet të bëje ujin cilësor, e të marrë un shembull pafund. E diti që në 10.000 punonjës që kanë në shëndetësi, unë mendoj që në zyrat 2.000 janë pastrues. Ka super ekspert, ka një vullnet politik që Jo, se nuk është vetëm aty te usjellsi, është sindrom kudo. Në 10.000 veta që punojnë në shëndetësi, 2.000 ke sanitar. Ato 3 pika tonë vetë. 1 në 5 ke sanitar. Spitali ke të pista. Dhe unë 3 pika tonë vetë. Ja ta mbaroj real. OSHE-ja ke 2 fishin e punonjësve që ke pasur dikur. Zgjat më shumë analiza dhe pse arritur. Po problemi është nëse nuk bën të eficiencën e parave se thelbi është e parat vet. Ti duhet gjesh parat një herë. Pra nëse ti ke parat, mos I shpenzosh për rroga fiktive dhe ta përdorësh për cilësinë e ujit, po jemi dakord. Ne për atë jemi. Po nuk rregullohet cilësia e ujit nëse ti parat I harxhon për mira punonjës që do të bëjnë patronazhistët e PS-s. Si bëhet? Si bëhet? Do vën patronazhistët e mundësisë. Jo. Kështu po themi ne, reduktim pra, patronazhistët e mundësisë ato të PS-s. Nuk dëgjova një strategji që ne kemi strategji se si uji I Tiranës do jetë I pishëm. E keni një strategji këto për ujin e Tiranës po. Ju thoni do kursejmë falë. Rregull 3 pikë. Ajo mënyrë është na dallon nga të tjerët. Dakord? Ne në fakt më shumë se 3 ne kemi një pikë që është më e rëndësishmja, nga të cila buron e ardhmja e Shqipërisë, që është ekonomia, rritja ekonomike. Dështimi më I madh në këtë vend në këto 34 vjet ka qenë mungesa e rritjes ekonomike. Kjo është dhe ne në vend që të humbasim kohën duke folur për 34 vitet e kaluara, duhet të flasim për 30 vitet e ardhshme. Dhe e ardhmja e Shqipërisë do jetë më e mirë nëse ekonomia rritet. Dhe kjo është gjë më e rëndësishme. Nuk është që këto 34 vjet ekonomia s'është rritur akron. Urdhë, jo, ta them unë, ekonomia nuk është rritur mjaftueshëm. Shqipëria ishte një nga vendet më të varfra në Europë dhe vazhdon të jetë një nga vendet më të varfra në Europë. Ishte vendi I dytë më I varfër I globit me statistika. Ishte një nga vendet më të Po, edhe tani është një nga vendet më të varfra në Europë. Tani është në mes të globit. Jo, nuk është në mes të Europës tani. Të globit. Unë po flas për Europën, ti po flas për globin tani, çfarë do vend shikojmë Po kemi qenë në fundin e globit do nuk krahasohesh me Rezultati është që njerëzit do janë të kënaqur. Patjetër mund të bësh diskutim, kjo është gjë tjetër. Unë po them që dhe kjo ka ndodhur sepse ekonomia ka qenë e kapur. Sepse ekonomia në këto 34 vjet ka qenë e kapur nga pushteti politik, I cili e ka përdorur pushtetin politik, ka vendosur një grup njerëzish nëpërmjet të cilëve ka kontrolluar ekonominë. Dhe nëse më thua 15 vjet e para s'ka pasur as biznesmen në Shqipëri që ta dish. O Fevzi. Shitsa të zakonshëm kishte kush e kapi 15 vjet e para. Edhe u zhvillua shumë të ekonomia e hapur. Po u zhvillua një nga 90-a me 95 po themi atëherë pse ka ndodhur kjo Fevzi? Ne nuk po themi se dhe ajdutët e kanë perfeksionuar teknikën. Sigurisht, sepse nuk e dinin në 92, 93, 95 se si kape ekonomia. Ishin akoma të rinj. Unë po të them, po është e kapur, se kapin gjëra më të vogla, se s'kishte oligark në atë kohë, s'kishte asnjëri që të kishte ishte aq I perfeksionuar sa të kapte gjithë ekonominë. Sapo kishin filluar, e filluan me gjëra të vogla. Sepse tani ne dim se si dhe në atë kohë ashtu kapej nëpërmjet doganave, ne dim se çfarë bëjnë në doganat e Shqipërisë në vitet 90. Tani thjesht evolvoi dhe është perfeksionuar. Ajo që po kërkoj të them është që ka një çështje për cilën ne duhet të diskutojmë,
që është ekonomia, rritja ekonomike. Dhe ajo që duhet të themi është që ekonominë nuk e rrisin qeverit, nuk e rrit as kryeministri, as ministri financave ekonomisë. E rrisin njerëzit, qytetarët shqiptar. Qytetarët shqiptar do të arrisin në momentin që ne i lëm që ata të punojnë. U heqim shtetin nga kurrizi. Dhe për të gjë ne kemi 3 pika në cilat ne mbështesim çlirimin e ekonomisë, janë pikërisht zvoglimi i burokracisë, zvoglimi i shtetit, po ta përmbledhim. Një shtet i vogël, më pak para për të mbajtur të shtet dhe më shumë para në xhepat të qytetarëve shqiptar, sepse qytetarët shqiptar din t'i përdorin parat më mirë se si mund t'i shpërdoroj shteti. Jemi nëpërmjet taksave të ulta dhe nëpërmjet thjeshtësimit të burokracisë dhe të heqjes të gjitha pengesave që i pengojnë qytetarët shqiptar t'ia dalin në vendin e tyre. Ka një shprehje që dëgjohet shpesh në Shqipëri. Në këtu, sidomos ata që ikin, që dalin konkluzionin që nuk ja vlen më dhe nuk ka mundësi në vend, thonë, në Shqipëri është e pamundur t'ja dalësh me punë të ndershme. E keni dëgjuar apo jo? Në Shqipëri është e pamundur t'ja dalësh me punë të ndershme, dorëzohen dhe ikin dhe ja dalin jashtë me punë të ndershme. Ajo që ne duam të bëjmë dhe ajo që ne duam të shirojmë ekonominë dhe t'u japim mundësinë shqiptarëve t'ja dalin me punë të ndershme në Shqipëri. Nuk flasim për gjëra që s'kemi bërë vetë, i kemi bërë vetë një sekundë. Jo, po këtë tha Djelapa, i këtë tha Berisha para 3 javës. Jo, nuk thon kështu, thot Basha, nuk thon kështu, që e shofur këtë e thot Arlind. Jo, nuk thon kështu. E thot Derama Viles, por Rama nuk po e besoj se... Cila është diferenca? Ata të thonë ulje taksas, rritje shpenzimesh. Cila është diferenca midis neve dhe atyre? Ne flasim për një gjë që kemi bërë. Të gjitha ta nuk kanë punuar një ditë në privat. Nuk e din, edhe kjo duket edhe nga si trajtojnë parat publike, se si i falin, nëse të thonë t'japim kaq këtyre, kaq këtyre, ndërkohë nuk janë as koherent me çfarë thonë, sepse thonë edhe që do ulin taksat, po dhe që do rinin shpenzimet. Tani ka një problem që parat duhet të vinë nga diku. Nuk mund të thuash që do i rrish shpenzimet nga 8.2 miliard, do i çoni 1 miliard në 10 miliard, pa thënë ku të ti marrësh to 1.8 miliardë? Më fal një sekond. Jo, një minutë se kemi të provuar, 2005-ën. Taksa e shesh, 2007-ën... Koha ka treguar... Tregoj që u rritën tarë. Po, jo me 1 miliard tani, nuk dyfishojnë taksa tani, se këta premtimet, shiko, për të mbuluar premtimet që bëjnë këta, taksat duhet të dyfishojnë, sepse janë 1.6 miliard euro të ardhurat që vinë nga taksat. Nga taksat, nga tatimi mbi fitimin, dakord? Po sa është informaliteti? Po fal, ore, o Fevzi, tani. Po sa është informaliteti? Informalitetin tani dëgjojmë gjithë botën tani, gjithë do luftojmë informalitetin, do luftojmë korrupsionin. Sa është informaliteti? Se po shkove të taksa e shesht, shumë njerëz që sot s'paguajnë ose marrin risk për të mos paguar, nesër do paguajnë se formalizohen. Fevzi, koha ka treguar që ne kemi parashikuar që ka një përmirësim të bazës dhe të formalitetit si pasojë e uljes taksave. Por tani mos të gënjejmë veten që nga 1.6 miliard të nesërmen do bëhen... Jo, të nesërmen 3.2 miliard. Nga 2006, 2008, buxheti u rritjeshëm si pasojë e taksës shesh. Po ishte 4 miliard. E provuar. Erdhi nga rritja ekonomike. Erdhi nga rritja ekonomike, mos haro. Se rritja ekonomike ishte gati 8% në buxhetin nga 4 që kishte pasur. Ai ka pasur rritje ekonomike. Ulja taksave do të uli buxhetin, pra po ti nuk mund thua do ul taksat do rish shpenzimet, se s'ka kuptim kjo. Ka 2 probleme. S'ka pas dyfishim. Nuk ka pas dyfishim. Të rritjes ekonomike? Të rritjes ekonomike, të tatimit mbi fitim, të ardhurat nga tatimi mbi fitim, po këto po flasim. Po pra, të ardhurat u rritën nga rritja ekonomike. Ulja e bazës, taksa e shesh, ndihmoi për formalizimin, donte kohën e vet. Por ti nuk mund thua që unë do ul taksat me njëherë, do rish shpenzimet, se ku do gjesh lekët ti, se është alogjike kjo. Ulja e taksës do ndihmoj zhvillimin e ekonomisë. Dhe 2005 tregoi që për një efekt gati 3 vjeçar, rritja shkoi nga 2-3% shkoi deri në 8%. Sepse ndodhi dhe ulja e barierave, u bë dhe shteti vogël atëherë, pra ishte diçka që funksionoi. Dhe ne këtë po themi. Ne nuk po themi tani që o burra hapin fesin edhe parat kështu. E ka bërë njëri këtë, po jo? Si? Nuk e ka në kotë gjatë. E ka bërë njëri këtë, po thëmë. Çfarë është gjë e mirë blet, ne jemi ta bëjmë prap. S'kemi komplekse fare. Jo jeni në gjithë mesazhe, jeni mesazhe. Nuk kuptoj pse jeni darkë. Jo, kam programin. Se nuk po lexoni tani. Një nga pikat e programit është heqja e kontrolleve shtetërore nga bizneset e reja për 3 vitet e para. Fantastike. Pyetja ime. Kjo është ideja më e mirë. Pyetja ime është në këtë pikë. Nuk mendoni që kjo mund favorizoj krimin e organizuar dhe evazionin fiskal? Jo, e di pse? Sepse duhet të kesh provuar që kam provuar si përmarrësi shqiptar, të vegjël e të mesëm, që të kuptosh se sa e rëndësishme është ajo. Dakord? 3 vjet
pa kontrole nga inspektorët, do të thotë që ti mund të bësh çfarë duash. Se në vitin e tretë... Je pa kontrol. Tani do më dëgjosh një sekond ta shpjegoj se si funksionon. Dakor, se unë e kam krijuar, unë nuk flas për gjëra që nuk di dhe nuk kam përjetuar. Si funksionon ma shpjegoj? Ditën që ti jap një biznes, të vërsulen inspektorët si shushunja. Dakor? Për një gjë që mund ta bëjnë edhe pas 6 muajsh, mund ta bëjnë edhe pas një viti, se ti dhe të duash nuk zhdukesh dot. Sepse këtu është e vështirë të hapësh një biznes, po është akoma më e vështirë ta mbyllësh. Kështu që të thuash që për 3 vjet ti nuk do kesh asnjë inspektor te dera, është një gjë më se normale. Kjo s'do të thotë që pas 3 vjetësh nuk do japësh llogari për çfarë ke bërë. Dhe kjo nuk do të thotë që ti mund të therrësh njerëz në biznes dhe shkelësh ligjin sa do qefi ty. Dakor? Po unë nuk kam shpikur gjë, e ka perëndimi këtë. Në perëndim, pa kontroll. Në perëndim, inspektorët nuk të vinë sa po shohin që është hapur një biznes i ri, o burra ti marrin ndonjë lek. Dakor? Kontrolli i parë, po të kesh hapur një biznes në perëndim, të vinë pas shumë vitesh. Jo, Agron. Po ti bëj një, shiko, bëj një herë pastaj flasim, bëj një herë pastaj. Bëj një herë dhe pastaj flasim. Ne vim nga perëndimi, e dim të gjë shumë. Dhe kur të vjen, vjen të thotë, shikon, thotë, shiko, ke këtë problem, dakor? Do vi pas një muaj dhe do i rregullosh, nuk të vinë direkt me gjoba prej miliona eurosh. Nuk ti dërgon konkurenca sepse thot që shiko sepse ka dalë njeri, më falni një sekond ta mbaroj. Të lutem, më lejo ta mbaroj. Sepse ti nuk e kupton, jo se nuk kupton, po sepse nuk e kupton kuptimin, nuk e përjetuar, se si përdoret administrata tatimore, se si përdoren inspektorët tatimor për t'ju marrë shpirtin njerëzve, për t'ju mbyllur bizneset, sepse vinë nga të tjerët, vinë e kontrollojnë, qa ujë keti aty, nuk do të tregoj të ujnë, se nuk do të ashtë. Dhe mekanizmi përduruar nga kjo është mos kontrolli 3 vite? Kjo nuk kam shpikur, unë ta thash edhe një, nuk shpikem asgjë, ne vetëm kopjojmë. Shikojmë qa ka ndodhur, qa bëjnë të tjerët dhe çfarë bën perëndimi. Ne nuk shpikim gjë. Unë ditën që më vjen mendje ndonjë gjë që s'ka bërë askush tjetër, them kjo idea nuk bë ka. Sepse se ka bërë askush tjetër. Pra tek administrata publike nuk funksionoi, se të tjerët nuk e kanë arritur atë. Si çfarë nuk kanë arritur? Ajo e administratës publike. Kush ta ka thënë që nuk kanë arritur? Sipas logjikës. Një mandat ajo administratës publike. E kanë provuar. E diti se sa ka kursyer Milei në Argjentinë? E diti sa ka kursyer? E di sa ka kursyer. E di sa ka kursyer. Shumë se shpretendojmë ne. Flasim dhe për ekonominë në Argjentinë, pastaj si po shkon. Ekonomia në Argjentinë po lulëzon sikur më parë. Inflacioni ka si po, fol për gjëra që flasim për se ndyshe atë rim këtu dhe flasim kot edhe. Jo, flasim në emision tjetër për Argjentinën dhe i kishit kohë të dhënat për herë të parë. Logjik politike? Për herë të parë. Ekonomia në Argjentinë, inflacioni po shkon drejt një normalizimi, e kishin 200-300%. Dakord? Dhe i ke shikoj se çka ka bërë. Agron, po të bëj një pyetje. Nëse duhet një situatë emergjence që ju nuk zbatoni dot program, se s'keni numrat për të bërë programin. Çfarë emergjence kuptim? Situatë emergjente politike dhe ju do të kondiciononit një nga forcat politike, kush është pika më e panegociueshme e programit tuaj? Drejtësia. Drejtësia dhe shteti i vogël. Drejtësia dhe shteti i vogël. Pra këto do jenë 2 kushte që ju në rast një koalicionit kërkuar këto nuk i negocioni dhe duhet zbatohen. Absolutisht. Do më thënë, drejtësia spaku, po themi reforma në drejtësi. Asnjë vot e Partisë Mundësia, deputetëve të Partisë Mundësia nuk ka përshkuar kur kundër drejtësisë. Dhe zvoglimi i administratës. Dhe duhet i heqim, shiko, zvoglimi apo i administratës. Zvoglimi i burokracisë dhe i shtetit, nëse ka një qëllim, nuk është se ka mund ka. Jo sepse fole që the mjekët duhen shtuar, arsimtarët duhen shtuar, policët duhen shtuar, atëherë administrata publike, parazit pa fund. Unë po flas për shpërdorimin e parave. Shteti i vogël për 2 arsye. E para sepse sot administrata në gjykimin tim, po më fal, në dijenin time është rreth 200.000 afërsisht. 200.000. Sa mendoni që duhet jetë Shqipëria në një administratë ideale? Po jo se duhet ta ka bëni këto llogari. Tani unë di të them që administrata shqiptare është e kalpur ose sa e mendon ti optimale administrata shqiptare që të jetë efikase dhe eficiente? Është më se arritshme të kursesh 1 miliard euro në 8.2 miliard euro. Për 2 arsye. Tani më dëgjoj një sekond tani. Për 2 arsye. E para sepse kursejmë parat të qytetarëve shqiptar dhe nëse u akthejmë qytetarëve, ata do investojnë dhe do rritet ekonomia. Dhe e dyta, që është po ashtu shumë e rëndësishme, do ketë një shtet më të vogël në kurriz të qytetarëve. Do u heqim
qytetarëve shqiptar, shteti nga kurizi, do t'i lënë të punojnë Fevzi. Por nuk ka zgjidhje tjetër, këtë duhet të kuptoj. Rritja ekonomike është e vetmja zgjidhje, nuk ka zgjidhje tjetër. Nëse duhet marrë makinën llogaritse. Çdo debat e bëjmë pyetjen kështu. Do ta bëjmë Fal, a mund ta bëj pyetjen kështu? Në 2013 kur zoti Berisha u largua nga pushteti dhe besojnë në Shqipëri ishin rreth 3 milion qytetar, administrata ishte diku ke 100.000, 110.000 po themi. Sot është 190.000. Ju mendoni që administrata duhet të jetë më e madhe se 110.000 apo më e vogël se 110.000? Po kjo s'është e vërtetë. Cila s'është e vërtetë? 110.000. Se ka pasur dhënat. Nuk ishte 110.000. Sa kishte? Po nuk ishte 110.000. Fakt, unë di që ka pas 90, po ta bëj 110. Nuk ishte e vërtetë. Shiko të dhënat do ta kuptosh. Nuk është e vërtetë. Ore, po them mirë, dakor. Unë nuk mund të hedh fall tani. Unë flas me gjërat. Ka qenë më shumë. Unë flas me fakte. Ti po më thua tani ishte 110, unë them se kështu. Ti po bën politikë tani sepse shikoj të dhënat e flasin prapë. Ka qenë më shumë se 110.000. Ishte më sinqert thoje që zotëri unë nuk do të jam përgjigj sepse nuk duhet krijoj konflikt me administratën që mund të nuk kemi ne kompleks, nuk është ta marrë një shembull, ta marrë një shembull. Ta marrë një shembull vetëm sekond, shej. Të bëra një llogari. Mora një rrogë 750 euro mesatare. E shumëzova për 12 muaj del 9.000 euro në vit, që merr një punojës i administratës, zura që ti të heqësh 25% administratës, 50.000 vetë janë 45 milion euro. Nuk kemi me llogarit. Po sigurimet, po qerat, po energji elektrike, po pa fund. Po të bëj 45 zura për dorë shteti 90 milion vit. Jo, nuk ka shumë. Si do gjesh një vit? Fevzi, një sekond tani, jo. Një sekond. Prit, një sekond. Sa do ishe nga puna? 1/4, 25%. Se si do të agronë se të edhe në gjyq dhe të marrin 5 fishin. Pra 50.000. O Fevzi, i bëre llogarit gabim. Administrata kushton po thjesht 2 miliard euro në vit. Po ç'më duhet sa kushton administrata në shpenzimet e tjera, unë po të llogarisë rrogat. Por unë po them për rrogat, po flas për rrogat. Rrogat kushtojnë. Po s'kam rroga 750 më rroga. O Fevzi ke bërë llogarit gabim, o Fevzi tani se do ta bëjmë 1.500 euro. O Fevzi janë do bëjmë 90 milion vit. O Fevzi 200.000 veta që është administrata. Nga 10.000 euro në vit janë 2 miliardë euro. 200.000 veta nga 10.000 janë 2 miliardë euro. E kupton? Agron. Dhe 25% i 2 miliardësit janë 500 milion. Por unë nuk po them që është kjo ajo që ne synojmë. Unë po them që mund të kursesh 1 miliard euro në 7.2 duke luftuar shpërdorimin, duke luftuar dhe korupcionin dhe pa ndikuar në mënyrë domethënëse në numrin e të punësuarve në administratë. Por kjo nuk do të thotë që të gjithë militantët e Partisë Socialiste që punojnë për Partisë Socialiste dhe janë me mira, mos thëmë me 10 mira, dakord, marrin rrogën kot në administratë dhe punojnë për Partinë Socialiste. Dhe ka teknika dhe mënyra sa të duash për t'i kapur. Më bëjmë sa pyetje politike apo e kemi ekonomi? Një shembull perfekt për ta kuptuar të administratës. U bë reforma territoriale, që do ishim 375 komuna, bashki dhe e ulëm me 8 herë dhe bëm 60 bashki. Në 2015 kishte 19.000 punësuar në pushtetin lokal. Sa të del? Sot ka 38.000, 2 fishi. Edhe pse u bëhe kundërta në mënyrë që të kishte më pak të punësuar në administratë. Ja pra, e shikon që është bërë? Sot, kush e kontrollon në pushtetin lokal? Ore për mua, po gjithë e kontrollon Partia Socialiste. Për gjysmuar edhe shumë kam dhe 2 minuta. Unë e them ti se thua të efekt elektoral. 200.000 për gjysmuar dhe duhet filtruar e gjitha. 10.000 nga militantët dhe nga parazitët që ka... Ku e ke kundërshtimin se unë se kuptoj? Nuk kam shifra konkrete. Kjo nuk është çështje shifra. Kjo është çështje një objektive. Janë ta llogarita rrogën 750 euro. Çështje objektive motiv. 750 euro rrogën s'ka rrogë. Vetëm po që spaku nga puna, se spaku i ka rrogat e larta. Se s'ka 750 herë 12 muaj. Bëre këtë për 9.000. 10.000, bëre 10.000 se e brënda. Shumëzoj me 50.000. Po 50. 9 herë 5 sa bëjnë? 25. 25. 1, 2, 3. Edhe 50.000. 1, 2. Kur ta mbarosh më thuaj. A ti doli tek numri? 450 milion. 450 milion. Me numrat jemi shumë mirë, Fevzi, mos kime ratë. 450 milion, duke hequr 1/4, jo, po 1/4 në administratës, ti do ta paguash vitin e dytë, 500 miliard. Ti që do heqësh 1/4 duke thash shumë. Jo, ka mundësi, jo s'po dëgjove çfarë thash.
Basi ti eqesh vitin e parë, vitin e dytë me gjyq, ata do të të marrin ty 500 miliard. Si 500 milion. Kur bën organik institucioni dhe vendos për organik, se këta si ushtuan. Jo, se vendos. Do ta paguash personin. 700 milion lekë, 700 milion lekë është paguar neve. Shej, mesazhi i fundit. Me 10 mira me kontratat për koshme. Ajo është ato, po pyetja fundit se s'kam kohë. Zoti Shejaj, pyetja fundit. E kam të fundit. Një di se ku bëhen pagesat, më thotë që 90% e pagesave të faturave të ujit bëhet në Western Union, MoneyGram, EasyPay dhe Posta Shqiptare. Vetëm 10% bëhet në zyrat e ujësjellësit. Sa për të që si shpërdoren para publik. Zoti Shejaj, dy pyetje të fundit. Atëherë pyetja ime është që Zoti Shejaj, Zoti Lapaj mbrëm ka deklaruar se të gjithë sulmet që kanë ardhur në adresën e tij kanë qenë sulme të sponsorizuara nga Edi Rama dhe kryesisht epiqendrën të kësaj akuze kishte ndaj jush. Pyetja ime, ku i keni gjetur dokumentat që sulmuat gjatë kohës që sulmuat, po i quaj kështu, ndoshta jeni drejt tuaj Zotin Lapaj? Po mund të... Dhe a keni ju përgjigje për këtë akuzë të Zotit Lapaj? Mund të kenë qenë të njëjtët që ti nisën dhe ty për shembull. Unë si kam patur. Ti si ke patur? Pyet kolegët tu se ti kam patur. I ka patur gjithë Shqipëria ato. Unë çfarë kam patur, më kanë ardhur në momentin që kam patur një përplasje publike me të, nga një qytetar i thjesht, një mbështetës, që mendonte që duhet të thosha të vërtetën. E keni identifikuar me emër këtë qytetar? Më falin sekond. Që duhet, që mendonte që e vërteta duhet të dilte, gjë që juve nuk u bëri përshtypje, dhe ajo që mua më çudit në fakt është që pavarësisht fakteve që kanë dalë fakteve, ju merreni, është vesi i vjetër, ky 34 vjeçar, ju merreni pse, kush, çfarë kush përfitoi. Merroni me faktet një, raportoni një herë faktet, se unë nuk di që në mediat opozitare dhe ato qeveritare të ketë dalë një lajm mbi faktet, dhe faktet nuk janë një, janë me 10 fakte. Kështu që për Tikun, Tiku e zgjidh vetëm me drejtësinë dhe i shfutur asaj rruge dhe ka një, do ketë shumë punë në atë gjë. Kështu ti mos u shqetëso. Atëre, të duhet shqetësuar? Jo, më duke pak e shqetësuar në fakt. Atëre, pyetje e fundit, Agron, ka shumë pyetje për të bërë e fundit, bujësia. Thoni që do bëni transparencë në bujësi, por nuk jepni mekanizmi si do bëhet kjo transparencë për të mos u gjendur për shembull në ato që u gjendën me që Olafi na caktoi me IPARD-in e me gjithë problemet e tjera, dhe si mendoni në bujësi ta zgjidhni problemin e faktorit njerëzor. 60%, më tepër se 60% e popullsisë janë 45% e popullsisë janë të plagur, 45 deri 65 vjeç. Bujësin. Të dy pika. Faktori njerëzor dhe transparencën, si do e zgjidhni? Dgjoni, atëherë të marrësh parat e taksapaguesve të Bashkimit Evropian dhe t'u japësh fermerëve, pa i kaluar ato në xhepat e familjarëve, të ministrave, të deputetëve dhe të kryetarëve të bashkisë. Më jep mekanizmin si do zgjidhësh? Ta shpjegoj. Një sekond ta shpjegoj. Unë po të them çfarë mekanizmi do të që do ketë një transfer bankare dhe nga shteti. Jo, mund të japë sugjerim. Unë e kuptoj që në një vend ku i kanë vjedhur të gjitha parat, i vjedhin. Nuk i vjedhin në mënyrë të fshehur, i vjedhin haptas, i bëjnë vila, i bëjnë hotele, i bëjnë agriturizme, dakord, për veten e tyre. Unë e kuptoj që duket e çuditshme se si parat mund të t'i marrësh dhe pa i kaluar nga xhepi yt, t'ia çosh fermerëve. Unë e kuptoj, po shumë e thjesht, mjafton vullneti, mjafton që të kesh në pushtet njerëz me integritet dhe jo të korruptuar. Dhe unë do t'jap një gjë, do të them ajo që më shqetëson në fakt, se dëgjoj shpesh tani që thonë jo po flasim për drejtësinë. Tani, ajo që është e çuditshme në këtë vend, dakord, është që këtu ne kemi më në fund një drejtësi që të korruptuarit po i çon në burg. Drejtësia s'paku, të korruptuarit, politikanë i merr dhe i fut në burg. Nga ana tjetër, kemi një qeveri që të korruptuarit i merr dhe do t'i fusin në parlament. Tani, ne qytetarë shqiptar, votuesit shqiptar, kanë 30 vjet që thonë si nuk doli një drejtësi, si s'kemi drejtësi që t'i marri këta të korruptuarit e t'i çojnë në burg. Por nga ana tjetër, duam s'duam, sondazhet tregojnë që të paktën midis 40 dhe 50% e qytetarëve shqiptar, dakord, do vend të votojnë për një qeveri, për një kryeministër, që ata donin të shkonin në burg, të ishin të korruptuar, do marri dhe t'i çojnë në parlament. Unë akoma nuk e di kush është mekanizmi, mekanizmi është shumë i thjeshtë. Duhen njerëz me integritet që nuk janë kapur duke vjedhur, të cilën nuk u ka dal boja, që të shkojnë dhe ato para t'i marrin dhe t'ja japin fermerëve, mos t'i fusin në xhep. Ky është mekanizmi.
Ti çfarë do? Edhe ata që janë hajdut sot janë bërë hajdut të vendet, nuk erdhen hajdut nga jashtë. Nuk është mekanizëm. Urdo? Ja, se s'u punuar në U njënë bën hajdut të vendet që shkuan. E disa veta janë provuar, ikin e vinë edhe bëjnë hajdut kur shkojnë atje. Çfarë do thotë kjo Fevzi? Nuk është Që mekanizëm nuk është kaq garantues. kollaj që ti gjesh këta njerëzit. Fevzi, unë të njëjtën gjë po e diskutoja me dikë që kishte një restorant. Po. Dakor, më thoshte agron, po s'kishte votuar kur kë. Po. Se mendonte janë gjithë hajdut. Ta i kemi provuar, shu ishin të ndeshëm, pastaj u bën. Dhe unë e pyeta shumë thjesht, i thashore, ti nëse kam një kamerier që të vjedh, ti çfarë bën? I thua se ai nuk vinte para se të vinte. I thua, po mirë vazhdoi e vjedh, se unë e di që dhe po erdhi tjetri dhe më fal, heq. Po vi një tjetër dhe ai i vjedh. Do ta heqësh dhe atë apo jo? Nuk do thuash, po këtu që janë gjithë korruptuar, të gjithë vjedhin. Haj se po mbaj këtë, kot të ndryshoj kamerier. Ama që kur e merr kamerierin e ke frikën që ai do të vi për të vjedhur. Po të gjithë e kemi frikën, Fevzi, në çdo gjë e kemi frikën. Por, mos i themi qytetarëve shqiptar tani që me që janë gjithë të korruptuar, ti mbajmë ta të korruptuarit, sepse ka shumë gjasa që me që u gënjyen nga këta, edhe tillë na gënjejnë. Tani duhet të mos bëjmë se kjo është. Atë shpresoj që ne do shihemi sërish ditën e zgjedhjeve. Unë falenderoj 3 përfaqësuesit e mundësisë, Agron Shenj, Barbara Dodën, Erald Kaprin, falenderoj Zajmin dhe Kokën. Ne do kalojmë spotën para publicitare, pjesën e dytë tash në profilet politike. Është Vullnet Sinaj, kandidat për deputeti Partisë Socialiste në Vlorë, në fakt deputet në 2 mandate, kërkon një mandat të tretë, i cili vjen nga bota e biznesit, nga emigracioni në Itali, tentoi të hapi dhe më pas arriti të ngrejë një sistem supermarketesh, të cilët tashmë ka rreth 120, për numrin më të saktë mund ta shihni ndoshta në pjesën e emisionit, dhe kërkon të rizgjidhet kandidat pra deputet në zonën e Vlorës. Ndërkohë në pjesën e tretë do tjetë një histori shumë interesante, bëhet fjalë për poemën e Francisco Balaktas, Florante dhe Laura në mbretërinë e Shqipërisë. Një poemë e shkruar në Filipine në mes të shekullit të 19, në kohën që autori ishte në burg, i arrestuar nga spanjoll, nga kolonizatorët spanjoll, dhe historia është shumë interesante sepse sot Shqipërinë, për arsye se kjo është një vepër shumë e rëndësishme, ndoshta një prej veprave më të rëndësishme të letërsisë klasike filipinase, sot Shqipërinë e njohin më shumë prej kësaj vepre sa realisht prej rolit Shqipërisë. Është e çuditshme si ka rënë në njohuri të Shqipërisë dhe të emrit Shqipëri ky poet filipinas që s'është larguar kurrë në jetën e tij nga Filipinet. Libri është përkthyer në shqip dhe është promovuar pak ditë më parë në Bibliotekën Kombëtare të Arteve. Menjëherë më spoteve publicitare. I konsideruar historikisht si bastioni i Partisë Socialiste, Vlora do të çojë në parlament 12 mandate deputetësh. Marrja një mandati do të jetë sfidë elektorale veçanërisht për kandidatët e listave të hapura, si Vullnet Sinaj, i cili po kërkon mandatin e tretë. I kemi deputetët pa të cilët nuk do kishim arritur shumë çka në këtë mandat tretë. Vullnet Sinaj është njëri prej tyre. I kanë rregull punë të veta, do thuaj, në për kafene. Po në fakt Vullnetin rregulli kishte edhe pa hyrë fare në skuadrën tonë. Kur asnjëherë nuk më ka shqetësuar për asgjë personale. Po ama se ka patur problem në shkruaj dhe pas mesnate, duke u kthyer i lodhur nga dita e gjatë në një prej zonave më të varfra dhe më të vështira, ku ka bërë atje sa një qeveri e tërë për njerëzit. Vullnet, Partia Socialiste të la në listat hapura. Ishte kërkesë apo ishte një vendim i partisë që ti e pranove si sfidë elektorale? Ishte një vendim i partisë që e pranova, por edhe po të më kishin pyetur do e kisha kërkuar. Pra nuk të erdhi keq që nuk morë një mandat të sigurt. Absolutisht jo. Ti je kandidat në një zonë që njihet si bastioni i Partisë Socialiste. Partia Socialiste mori në zgjedhjet e vitit 2021 në Vlorë 8 mandate, në mos gaboj. Sa synon këtë radhë dhe cili është projeksioni që ti ke për qytetin e Vlorës? Unë mendoj që këtë radhë ne 8 mandate nuk i diskutojmë. Mendoj që mund të marrim dhe mandatin e 9, pasi e lidh këtë me votimin nga diaspora. Me punën që kemi bërë para prake, me kontaktimet që kemi bërë nga ata, me feedbackun që kemi marrë mbas nga fjalët që ata na kanë dhënë, mendoj që ne jemi shumë afër mandatit të 9. Jam pranë qytetarëve, jo vetëm në fushat, por në çdo kohë, thot ai, teksa na tregon se pika e tij më e fortë është lidhja e ngushtë me qytetarët.
të cilën e ka mbajtur veç të tjerash nëpërmjet një zyre konsulence juridike, e cila ju ka shërbyer qytetarëve falas për 8 vite radhazi, pa i mbyllur dyert në asnjë ditë të vetme të mandateve të tij. Për të, angazhimi në politik ka qenë gjithnjë lidhur fort me dëshirën për të kontribuar realisht në jetën e qytetarëve dhe për të zgjidhur problemet konkrete që ata hasin. Ndryshe nga kandidatët e tjerë për deputet vullnet, që zakonisht në ditë fushate hapin një zyrë apo një shtab ku kanë mundësi të bëjnë fushat dhe të kenë kontakte me qytetarët, ajo zyrë ku ti ishe pak më parë është një zyrë që siç më the ka qëndruar e hapur për 8 vite apo jo? Çfarë funksioni ka? Ajo zyrë unë e hapa fillimisht në 2017 për fushatën time dhe vura re që kishin shumë nevojë njerëzit për t'u sqaruar mbi problemet të ndryshme që kishin në zonë. Pastaj unë kur shkova në bëra fushatën time në çdo fushat në qytet, dëgjoja që qytetarët ishin të paqartë për shumë ligje, pa informuar. Edhe ndodhte që ta tregonin problemin, e zgjidhin problemin me mendsinë e vet, pa pasur parasysh se çfarë thoshte ligji dhe problemi ngelej pa zgjidhur. Atëherë më lindi ideja që të ndërtoja një zyrë që t'i asistoja nga ana juridike qytetarët, që ata të zgjidhin problemet e tyre, se kemi të vërtetën që kishte edhe qytetarë që nuk kishin mundësinë për të vajtur të paguar një avokat. Kështu që mendova të hapja këtë zyrë dhe e kam mbajtur gjithkohën hapur. Mbasi mbarua fushatën, nuk e mbylla, sepse më erdhi vërtet që një ideja që si mund të ta bëja një gjë të tillë mbas fushatet të lija qytetarët e zonës time. Dhe mbajta hapur gjithkohën me shpenzimet e mia. Cilat janë problemet më të zakonshme që kanë qytetarët? Problemet e zakonshme që kanë pas qytetarët fillimisht kanë qenë probleme të kempit, problemet të legalizimeve. Një nga problemet që është zgjidhur në zonën ku kam qenë ka një problemet për subvencionet në blegturi dhe në bujqësi. Por, do të them që problemi që është akoma shqetësues janë certifikatat e pronave. A do t'jetë mandat yt lokalist, pra i fokusuar vetëm në qytet, apo do shkoj përtej në gjithë qarkun? Unë, e vërteta, t'jemi sinqert, jam duke projektuar punën time tashme si deputet në mandatin e tretë, sepse unë tashme kërkoj vota në qytetin e Vlorës, kërkoj vota në Sarand, kërkoj vota në Imar, në Delvin, Konispol, dhe duke kërkuar vota normalisht që filloj të mendoj se si do t'ju shërbej këtyre qytetarë. Mendoj që stafi i zyrës do jetë me më shumë juristë. Mendoj të hap një zyrë tjetër në Sarand, që qytetarëve t'ju ri afër për të zgjidhur ato problemet që ata do kenë. Ndërkohë, vullnet, këtu shohim disa të rinj që punojnë dhe besoj merren me fushatën tënde, apo jo? Po, këta janë vullnetarë të ardhur këtu tek shtabi im, që japin kontributin e tyre për të realizuar një fitore në këto zgjedhje. Kanë një ambicie, sepse e kanë edhe origjinën nga zona e lumit të Vlorës, ande nga unë vit deputet, dhe janë fut në garë bashkë me mua. Ma më pyesin që si do të shkojnë këto zgjedhje, do them që në këto zgjedhje do t'i fitoj, se unë kam shtabin më të madh nga gjithë konkurrentët. Ke shtabin më të madh? Kam gjithë Llabrin. Ti jetë kjo fushata tradicionale në kontakt me qytetarët? Tek puna ime në kontaktin e përditshëm me qytetarët, sepse dua që t'ju them atyre që nuk më njohin, që deputeti i zonës së lumit të Vlorës është deputeti që të hap telefonin në çdo orë të ditës, deputeti që të gjendet për një hall apo një problem që ke, dhe është deputeti që jep zgjidhje problemeve, sepse unë kam ardhur në politikë nga biznesi. Duke ardhur në politikë nga biznesi, unë isha mësuar që t'i zgjidhja problemet. Se në biznes po nuk zgjidhe problemet të falimentosh, ose po nuk i çove deri në fund zgjidhjen e tyre, nuk do kesh kurrë rezultat. I mësuar me këtë metodë pune nga biznesi, unë e kam sjellë në politikë dhe mendoj që i kam shërbyer politikës si biznesmen i futur në politikë me metodën e punës që unë kam. Dorën 5 të gjithë të Partinë Socialiste edhe vullnetësinën. Vullnet Sinaj është një emër i njohur në fushën e biznesit. Prej 25 vitesh, ai ka zhvilluar me këmbëngulje, dedikim të pamohueshëm dhe jo pak vështirësi, si përmarrjen e tij, rrjetin e supermarketeve Big Market, që sot numëron mbi 180 deg të ndryshme dhe mbi 2000 të punësuar. Si e ke nisur biznesin? Unë kam qenë emigrant në Itali
në Romë për rreth 4 vite dhe kam bërë emigrantin që e shfrytëzova emigracionin për kursime. Në çfarë viti u largove? Unë jam larguar në vitin 93. 93 dhe jam kthyer fund të 96-s këtu pastaj sa fillova unë biznesin filluan ato rëmujat e 96-97-s. Dhe mbas asaj periudhe u spostova nga Vlora drejt Tiranës. Qëse në Shqipëri ishin shumicat si biznesi kryesor, në Itali ishin supermarketet. Dhe tu lindi idea që në vitin 2000 të hap supermarketin e parë në Tiranë. Pastaj duke shërbyer me përkushtim të jashtëzakonshëm sepse punonim si familje, punonte edhe bashkëshortja ime tek ai dyqani, punonte kunata. Duke qenë shumë korrekt me klientët, duke mbajtur produkte cilësore. Ai supermarket bëri që të funksionojë dhe sot mbas saj bie 25 vjetësh. Pastaj hapja supermarketin e dytë, ftova një ish shokun e klasës time të akademisë ushtarake, erdhi me familjen nga Greqia dhe hapëm pikën e dytë të Myshtymshyrit. Si u zgjerove? Big Market ka në Mosgaboj në pjesën më të madhe qyteteve të Shqipërisë? Është një pikë pyetje kjo që bëjnë të gjithë se si ka mundësi që brenda 20-25 vjetësh të rritet në këtë në këto nivele, vilezma edhe të huajt e vlerësojnë shumë, që rrjeti unë i supermarket është rritur në mënyrë të konsiderueshme. Po vetë ajo do thosha unë formula apo rregulli që unë përzgjodha, që t'i bëja ortakët edhe pse nuk kishin kapital të barabartë me mua, ose nuk kishin fare, t'i bëja të interesuar tek fitimi, të ndaja fitimin me ta pa pagë, bëri që ata të punojnë shumë. Kjo ishte çelësi i suksesit për rritjen e Big Marketit në kohë të shkurtër dhe në matësi të madhe. Sa pika ka sot në gjithë Shqipërinë? Kam informacion, mund t'jenë rreth 185 pika në 185 pika në Shqipëri. A është një histori që të bën krenar sot? Shumë, sepse më bën krenar për disa, me para njërë më bën krenar që thuhet që 2 shqiptar nuk bën bashkë. Unë kam bërë 20 bashkë. Dhe për këtë jam shumë krenar. Vullnet, politikës e kuptoj sepse i duhet një supermarket i suksesshëm, sepse ai ka treguar që ka vizion, ka këmbulje, patjetër që ka shumë përkushtim në punën që bën. Po ty ç'të duhet politika? Po sepse shumë e mendojnë kështu siç po më pyesni juve për ç'të duhet. Nuk ka çdo gjë interes në jetë. Vjen një moment në jetën e një njeriu që është i plotësuar, të investohet për njerëzit e thjeshtë. Unë jam vetë njeriu që më vin keq në qoftë se shikoj një njeri keq dhe do ta ndihmoj patjetër. Duket sikur ke një jetë shumë të ngjeshur mes biznesit, politikës, sa kohë ke për familjen? E vërtet është i kam rënë pak në qafë familjes, edhe mirash që të mos e kisha bërë këtë gjë, po nuk e di dhe ata janë bashkuar me mua. Ata janë të rritur tashmë. 2 vajzat kanë mbaruar universitetin, njëra është psikologe, njëra është financiere, djali ishte me studime për informatikë ekonomike në Vjenë, edhe jam gjysh, po përmbesën më vinë më keq, se do të kisha ditë një çik më afër, kurse këta të tjerët janë të rritur. Vajzat janë biznes tani, drejtojnë biznesin. Vullnet Sinaj shesi avantazh të socialistëve e investimet që janë bërë në Vlorë gjatë qeverisës së tyre. Sipas tij, këto ndryshime që ka pësuar qarku shkojnë përtej zhvillimit urban dhe kanë impaktuar në mënyrë të drejtpërdrejtë jetën e banorëve, siç është kjo rrugë e re e bërë nga Vllahina deri në Poçem, për të cilën ai thotë se ka këmbëngulur jo pak. Ku na ke sjell? Kam sjell tek ura e Poçemit. Ktu është kufiri ku ndahet zona ime, gjithë ajo zona ndesh, zona që mbuloj unë, zona e Gorrishtit, Koculit, Karbunari. Kurse tani këtu është tjetër është pjesa e Mallakastrës dhe kjo është ura që i lidh të 2 zonat. Sa ka mbaruar asfaltimi i rrugës nga Vllahina për në Poçem. Dhe është një nga investimet e fundit që është bërë nga qeveria shqiptare dhe tani së fundmi e gjithë zona që unë kam qenë deputet më parë, ka 2 akse kryesore rrugësh. Ka rrugën e Lumit Vlorës, ka dhe rrugën e Poçemit. Ka qenë ndërtimi i kësaj rruge një nga prioritetet që ti ke pasur në mandatin tënd të dytë? Mbaj mend që në vitin 2017, mandatin tim të parë, kur kam qenë në Vllahin dhe banorët thoshin, ne duam vetëm një gjë, rrugën e Poçemit. Ta asfaltojmë rrugën e Poçemit. Më bëri që të vija disa herë te kjo rrugë ta shkelja vetë, ta shikoja situatën, të loboja fort për këtë rrugë. Dhe më në fundi arrita ta bindja qeverinë për të investuar
në këtë zonë edhe banorëve ju shplotësuar kërkesa kryesore. Po kërkon votën e qytetarëve për një mandat të tretë, ndërkohë duhet bësh edhe një bilancë të 2 mandateve. Cilat janë projektet që ti ke realizuar apo ke shtyrë përpara që ty të bëjnë më krenar? Bilanci i projekteve, unë për veten time jam i pakënaqur, me veten time. Je i pakënaqur me Unë veten? veten time jam i pakënaqur. E çuditshme është që banorët janë të kënaqur me mua. Ku e ke fokusuar punën? Unë jam munduar të prek shumë gjëra. Në 2017 mandatin tim të parë i bëra një studim zonës, bëra një studim dhe pash të gjitha fushat e ekonomisë dhe të shërbimit. Pash evidentova gjithë qendrat shëndetësore të mjekësisë, evidentova gjithë shkollat, evidentova gjithë rrugët, rezervuarit, bujqësinë, rrugët bujqësore. I kam marrë gjërat në kompleks. Pra i kam marrë sektorët të gjithë dhe kam punuar në mënyrë paralele me gjithë sektorët. Si në sektorin e bujqësisë, të energjisë elektrike, të rrugëve rurale, të problemeve individuale të qytetarëve, pra kam punuar në mënyrë të gjithanshme, nuk është se u mora me një sektor të mbaroja punë me një sektor. Jo çdo gjë varet nga një deputet. Patjetër. Deputeti në fund fare është zëri i banorëve të zonës që e kanë votuar, dhe unë kam qenë zëri i tyre në parlament. Mendon që ke qenë një zë i fortë? Po patjetër mendoj shumë që kam qenë një zë shumë i fortë. Dhe është një nga pikat e mia të forta që banorët e kësaj zone mua do më votojnë masivisht. Të tashmen, por edhe të ardhmen e Vlorës, e shetur lidhur me turizmin, që në një efekt zinxhir do të zhvillojë më pas të gjithë sektorët e tjerë të ekonomisë, ndërsa objektivi kryesor i Sinaj për mandatin e tij të tretë është zgjidhja e problemit të pronës, që është një çështje veçanërisht e ndjeshme në Bregdet. E para është që unë do jem një deputet që do të luftoj, do të përpiqem, do të punoj për të zgjidhur problemin e pronave, certifikimin e pronave dhe për të pasur një agjensi shtetërore të kadastrës, që ne e quajmë hipotek, sa më funksionale dhe sa më pranë qytetarit. Kjo është pika kryesore. Dyta është që do të këmbgul pranë qeverisë që të bëhet azhornimi i tokave bujqësore në zonat rurale, ku nuk është mbaruar ai azhornim. Ka fshatra të pa azhornuara dhe me këtë azhornim do të jap rrugën certifikimit të tokave bujqësore. Një nga objektivat që unë do të kem në mandatin e ardhshëm do të përsëri asfaltimi i rrugëve rurale, kudo që ato janë, po jo vetëm i rrugëve rurale, po dhe asfaltimi i rrugëve brenda qytetit. Duket pak sikur nuk është në fokusin e një deputeti, por unë do të mbështes kërkesat e qytetarëve për të pasur një infrastrukturë sa më të mirë dhe në lagje. Mendon se Vlora do të ta jap një mandat të tretë? Po mendoj që Vlora do më jap një mandat të tretë sepse e shikoj për ditë kur unë takoj njerëzit dhe ata më përgëzojnë, më thonë që vota jonë është për ju. Ky është mendimi im, se duhet të jem pak modest, po nuk di si të bëhem modest të këtë. Ndërsa unë dalë dhe dëgjoj sërish lutjen e të prangosurit që me zë vajtonte, lam të mirë Laura, ëndra jetës sime, pa ty në errësirë jeta do më shkonte. Qofshe lumtur dhe gëzuar gjithmonë, në krahë të dashurit tënd të pabes, por kur mos harro dashurin tonë, në vend të tradhtis, kujtimit të të mbes. Edhe pse më tradhtove dhe më urreve, dashuria për ty s'do të shohë dot. E nëse në pluhur kockat mi kthen vdekja, do të dua vetëm ty, për jetë mot. Janë këto disa nga vargjet e poemës Florante dhe Laura, e autorit Francisco Balaktas, që vjen në Shqipëri e përkthyer në Shqip për herë të parë. Në fakt, e veçanta e kësaj vepre lidhet me faktin që ngjarjet e saj janë të vendosura në Shqipëri. Autori i burgosur në vitet 1800, në origjinal veprën e quajti Historia e Florante dhe Laura në mbretërinë e Shqipërisë. Ai nuk e kishte vizituar kur Shqipërinë. Të dhënat thonë që në fakt ishte një histori dashurie e jetës së tij, dhe ky autor, që sot në Filipine, le të themi, konsiderohet në nivelet e najmfrashërit që kemi ne, është një autor i detyruar dhe ky libër është një libër i detyruar në gjimnazet e Filipinasve. Libri është promovuar në kryeqytet në një aktivitet ku pjesëmarrës ishin dhe përfaqësues të trupit diplomatik Filipinas. Por botuesin nuk ka patur asnjë hezitim për ta sjellë në Shqip këtë poem. Për ne ishte befasi sepse
përveç një titullit edhe emrit të autorit, nuk është se kishin informacion, por kur në thellësit dhe në brendësit të librit u futëm, pam që ishte një libër i rëndësishëm që duhet të vinte patjetër në gjuhën shqipe. Kjo na bëri të mos hezitojmë për ta sjellë më një herë dhe për të filluar nga puna për ta botuar në shqip. Historia e Florantes dhe Laurës është një histori e njohur për të gjithë filipinasit, ndërsa Balaktas konsiderohet një nga autorët më të rëndësishëm për vendasit. When I met your president and prime minister, I mentioned to them that Albania is very famous in the Philippines because of this book, Florante at Laura, which is set in the Kingdom of Albania. Every Filipino high school student is required to read this book in high school. And so we're familiar with Albania through this book. And very few people know this, and I think it's a very good starting point for our cultural relations with each other as Filipinos and Albanians. And considering that there's now a growing number of Filipinos in your country, I think, it's good that we are able to get to know each other's culture better. Poema vjen me një grafik origjinale dhe që përpiqet të sjellë e të revokojë kohën kur është shkruar. We're very happy with the book design and the illustration, and it's a special book because of its very unique book design and print. Jemi përmbajtur kryesisht një realiteti absolutisht të këtij vendi, jemi përmbajtur mbi të gjitha brendisë poemës, e cila i vendos të dy personazhet edhe Florantin edhe Laurën në këtë territor, i takojnë periudhës pushtimit osman dhe realisht në titullin origjinal Florante dhe Laura është një histori e vendosur në mbretërinë e Shqipërisë, kështu e ka Balaktas titullin, dhe ne jemi munduar që të paktën jo vetëm imazhin, kosmografin ta përshtasim me frymën e kohës, por të bëjmë atë çka është më rëndësishme që për lexuesin shqiptar, po pse jo edhe për të ndihmuar më tej karakterin dhe tipologjinë e botimeve të kësaj poeme, të sillin personazhet në këtë rekuizit edhe në këtë tipologji të personazheve që janë realisht shqiptar. Ky përkthim konsiderohet si një piknisje e mirë në forcimin e raporteve kulturore mes dy vendeve. It's an excellent starting point for building cultural bridges with each other, and it's a beautiful epic poem about Florante, a prince, and Laura, a princess, and the tragedy that befalls the Kingdom of Albania and how they were able to preserve their love for each other despite all the challenges. So I think the story will also resonate with the readers because of its universal theme. Kjo vepër epike, që doli në botim për herë të parë në vitin 1838, është poema më e vlerësuar nga kritika dhe studiuesit dhe është e vetmja që nuk ka dalë nga qarkullimi që nga botimi i saj fillestar. And in fact, this translation will be included in the Frankfurt Book Fair, where the Philippines is this year the guest of honor. And we are featuring 200 translations of Filipino classics into European languages, and one of them is the Albanian language. And so in October of this year, we will have a big Philippine pavilion in the Frankfurt Book Fair, and Florante and Laura will be featured there.